më në fund arritëm. Po, ato 5 minuta udhëtim janë të vështira për çdo kënd. Gjithsesi, pse jemi këtu? Sepse doktoresh Bridget është analistja më e mirë sot për sot për robot betejash dhe shpresoj që me ndihmën e saj mund të bëjmë që ekipi Akira të jetë sa më afër fitimit të ripit të Titanit. Ndokush mund të ketë nevojë për të. Ajo vetëm do të flas apo do të na duhet dhe të luftojmë? Jam e sigurt se ajo dëshiron të na shohë në aksion. Në rregull, Dajgander. Nga do bëjmë qef? Këtej. Në rregull pra, ky është shansi yt. Jemi gati! Topi dragoi! Special! Bukur, kjo ishte goxha mirë. Çfarë? Goxha mirë? Ishte e madhe. E po, ky është vlerësimi im. Por ne fituam ndeshjen. Çfarë kërkon tjetër prej nesh? Puna nuk është se çfarë kërkoj unë, Akira, por çfarë kërkoni ju nga vetja juaj. Sa larg dëshironi që të shkojë ekipi juaj? Ju jeni shumë të mirë në disa gjëra. Fuqia sulmuese dhe aftësitë e komunikimit janë armë shumë të mira. Pra e she, jemi të mëdhenj? Po, për këtë jam dakord. Jeni të mirë. Por nuk më pëlqen që të humni, sepse mendoni se jeni shumë të mirë. Pra, çfarë mendon se duhet të bëjmë? Mirë, siç ju thash, keni ende një bazë të fortë për të ngritur. Por nevojitet të keni mirëkuptim më të madh në skuadër. Ndiq programin tim të trajnimit dhe në fund do ja arrini. Them se do t'ja dilni. Sigurisht që po. Bukur. A? Pra, si ndihesh gjatë një stërvitje kur të duhet të luftosh kundër Dajganderit, Akira? Ç'pendim ke për këtë? Mendoj se nuk të kuptova. Përse duhet të luftoj kundër shokëve të mi? Sigurisht, ma njerë duar të luftoj njëri tjetrin. Zakonisht nuk kam të drejtë për diçka, por... Nëse lufton Dajganderin, do t'i njihje më mirë dobësitë e tij. Në një betejë ti je i përqendruar në dobësitë e kundërshtarit dhe në fuqitë e tua, por të luftosh njëri tjetrin e sheh ndryshe. Dhe duke njohur dobësitë tona, ne do të bëhemi më të fortë. Pikërisht. Mirë, po e bëj. Ta kam përndjes që tani, sepse do të të mposhtë. Pse? Je ti ai që do të humbas? Prit, me cilin do ta luftoj unë atë? Dua të them që gjithë robotët janë në Tajland. Mos u shqetëso për këtë. Kemi vendosur një robot tjetër si ortak. Oh, dhe ja ku është. Çfarë? Mos je krisur? Kinzan, po ti çfarë bën këtu? Doktoresh Bridget, po më duket tamam e krisur. Ti ka ardhur që të na sulmosh. Nuk është kështu, Ginzan? Jo duhet je! Po ta ime nuk sillet rreth jush, budallënj. Kam arsyet e mia që jam këtu. Të mësoj si të mposht ju. Le të filloj. Kjo ndeshje stërvitore do të vlej për të gjithë. Nuk mund të stërvite me ta. Nuk do të stërvitesh me mua. Nëse do ndihmën time, duhet bësh çfarë të them unë. Komanda e fillimit, ruhuni! Gati? Plotësisht. Ginzan, bëj çfarë them unë dhe do të fitosh. Në rregull, Dajgander. Të shohim sa i zoti je. Kontrolli i pikëve të gjuajtjes. Për këtë duhet të bëho rast, nëse shokët e tu luftojnë njëri tjetrin dhe ti duhet të zgjedhësh mes tyre. Shpresoj vetëm të mos lëndohen. Para Dajgander, dua të them forca Akira. Është shumë e çuditshme që duhet të luftoj Dajganderin. Dajgander do të mposhtet lehtë pa Akirën. 3, 2, 1. Robot të betejës. Luftoni! Ky është plani ynë. Ne ta bashkojmë atë dhe të zbulojmë dobësitë. Harroje! Prit! Tani do t'i tregoj Dajganderit kush është me i zoti. Dajgander, hidhu nga i djata jote. Tani me shpejtësi verboja atë me një gjuajtje nga shkëmbimi. Kinzan, ngrihu! Çfarë po mendoni, Akira? Ju nuk keni asnjë shans në një sulmi të tillë. Por ai... Do ta provosh? Oh, lutem. Dajgander, këmën e djathtë nëse se ke probleme. Ndal, Kinzan! Ti nuk do e mundësh atë duke luftuar qorrazi. Duhet t'ja gjejmë dobësitë e tij dhe t'ja shfrytëzojmë. Të studiosh atë është humbje kohe. Shiko. Mirë, kjo është e parashikueshme. Tani sulmoje. Çfarë po bënin kështu? Edhe ti Dajgander. Jam kaq e ngatruar. A më dëgjon mua kur flas? Jepi fund, Dajgander. Kinzan, ngrihu! Kinzan! Ekipi Akira, unë poshtë.
Fitues, ekipi Bridget. Është e pamundur. Si më mundi mua pa pasur komandimin e Akirës? Sepse ti nuk më dëgjove. Në rregull, këtu kemi të dhënat nga betejë stërvitore. Le t'i analizojmë dhe të kuptojmë se çfarë ndodhi. Pra, si mendon? Mirë, gjendja e tyre është e barabartë. Si arritet i mundush me kaq lehtësi? Nga tjeta, isha unë duke luftuar. Pejgamberi është një hileqar. Kërkoi një ndeshje tjetër. Pun koti. Çfarë? Nuk e për ta mundur atë, sepse ti je arsyeja që humbëm herën e parë. Çfarë guxon ti pa cip që s'vlen për asgjë? Pranoj e Ginzan. Arsyeja që humbëm është se ti nuk u dëgjove. Shiko, pjesa më e rëndësishme në një ndeshje është komunikimi midis komandantit dhe robotit të tij të betejës. I vetmi person që po luftoj atje isha unë. E çfarë? Duhet të veproja qorrazi, ashtu si më thoje ti, të isha një kukull e kontrolluar nga tekat e tua. Ti prap nuk më dëgjon mua. Po supozonim se po punonim bashkë Ginzan. Dy vetë kur punojnë së bashku janë më të fortë se sa një i vetëm. Kupton? Oh, Mund të jetë e vërtet që forca e ekipit Akira vjen nga kombinimi yt me robotët e betejës. Por kjo s'është mënyra ime. Kam stilin tim, që e kam prej vitesh. Mbështetem tek forcat e mia dhe nuk kam nevojë për komandant që të më jap urdhra, veçanërisht nga një çunak që mban akoma Perena. Tani je ti ai që do të më dëgjosh mua. Komfort që është, tamam se dikush e njohur. Shiko veten ti. Ginzani s'ka pikë mbështetje. Aha? Ginzani e ka fajin vetë, e vërtet. Por edhe ti. Një komandant i mirë duhet të nxjerrë në pa fuqitë e robotit të tij, dhe për këtë duhet të fitosh më shumë eksperiencë, Akira. Pra, le të vazhdojmë me betejën tjetër, në rregull? Këtë herë do luftosh nga projektorët virtual krijuar nga kompjuteri, por kjo nuk do të thotë se nuk janë të rrezikshëm. Ata mund të shkaktojnë dëmtime sikur të ishin të vërtet. Pra, merre me seriozitet. Tani, a je gati? Nuk kam pasur ndonjëherë nevojë të ma thot. Ke shumë besim tek vetja. Atëherë ne po fillojmë me ngarkimin e programit. Në rregull, fillo. Po, kompjuteri tani po llogarit. Kjo është e rreme? Nuk ka mundësi, duket shumë e vërtet. A je gati, Ginzan? Nuk dua të marr urdhra nga ti. Ginzan! Çfarë dim për ta? Nuk ka të dhëna. Duhet t'i vëzhgojmë sulmet e tyre dhe pastaj të... Harroje. Dua t'im poshtë ata para se të kenë mundësi të na sulmojnë. Prit, Ginzan! Ktheu këtu! Ginzan! Të paktën të bëjnë një përpjekje të më sfidojnë mua. Je akoma larg për të provuar durimin tim. Ha? Shpejto, si për teje! Mirë, mendova se do të ishe një surprizë e vogël, por Ginzan! Akira, është mirë. duket sikur po vjen në vete duke i bërtitur gjithkujt. Hey, si ka mundësi që ne nuk e dëgjojmë atë? Ginzan, eja! Akira! Duke s'paj nuk e dëgjon fare. nuk po kuptoj. Kur erdha këtu për herë të parë, doktor Bridget tha që programuesit e kompjuterit nuk mund të sulmojnë komandantët. Diçka e çuditshme po ndodh këtu. Jam dakord. Të bëjmë diagnostikim. Duke sikur çdo gjë ishte në rregull me komandën e fillimit. Aha. Kjo ishte pak si një sfidë. Ah, Ginzan! Ah? Hej, Ginzan, u vrave? Jam mirë. Jo, nuk je. Duhet të ndalojmë tani. Mirë. Doktor Bridget, aty je? Hej! Mendoj se ata nuk na dëgjojnë. Mbase programi nuk shkon mirë. Nuk po shkon mirë? Doktor Bridget më tha se ka ndodhur një herë përpara. Çfarë ndodhi? Nuk ishe shpëtuar asnjë. Ditë që këtej Akira, do t'u jap një dorë atyre. Çfarë do të thuash do të më japësh një dorë? Ka shumë mënyra për t'i luftuar ata. Duhet të dalim që këtej tani. Jo, merrem unë me ta. Do më dëgjosh të paktën një herë të vetme? Në rregull atëherë. Shkojmë. Ah! Sa mirë që nuk janë aq të zgjuar, ëh? Mirë, më lë të të hedh një sy. Ndoshta mund të ndreqa të bëj diçka. S'kam asgjë, jam mirë. Mendoja se ne e kishim kaluar inatin.
A mund të hapësh, kështu që unë mund t'i hedh një sy? He, po më duket sikur e leja e qarkut që ka e shkurtuar pak. Hej, po pyes veten nëse mund përdor pjesë nga komanda e fillimit të rregulloj. Duhet të shqetësohesh për veten, jo për mua. Pa komandën e fillimit do t'jesh i pambrojtur. Do isha në një gjendje më të keqe pa ty, më beso. Çfarë ndodhi? Po mendoja se këtej rrotull mund të kishte një çantë veglash. Çantë veglash? E po me që programi nuk funksionoi një herë, kështu ndoshta të kanë instaluar pajisje emergjente. Mrekulli! Veglat ja tek janë. Prit, nuk është e sigurt që ti ta bësh vetëm atë. Sa mirë, shiko këtë. Dikush po e kupton shokun e skuadrës. Akira! Ryugu ka të drejtë. Ai është kokfort. Ki kujdes. Është e vështirë të bësh kujdes kur ti lëviz. Qëndro aty. Mirë, provoje tani. Ndihem mirë. Oh, jam i gëzuar që je më mirë. Ti pusho, unë po shkoj të shoh për Arin. Jam kaq i lodhur sa nuk mund të rri gjithë natën zgjuar. Jam zgjuar. S'është nevoja, shko të flesh. Nuk jam i përgjumur, veç kësaj është rradha ime, dhe ti ke nevojë të flesh më shumë se unë. Në rregull. Ti ke qenë zgjuar tërë kohën apo jo? Tani shko e fli. Ky është një urdhër, kuptove? Të thash, nuk marr urdhra nga ti. Përveç kësaj, unë nuk mund të fle. Duhet të jem gati në rast se na sulmojnë përsëri. Nga kush të sulmohemi? Edhe Arinta në gjumë. Tani shko e fli. A mundesh? Është një kërkesë apo një urdhër? Mos e nisim nga e para. Po pyes veten se çfarë mësojmë nga ky mision trajnimi. A jam duke u treguar mirë njohës se ti më shpëtove 2 herë? Çfarë? Duket pas gjithë atyre që bëra për ty, ti më shpëtove mua 2 herë. Këtë herë dhe atë herën e shpellë, të kujtohet? Kinzan! Kuptova! Tajgander, më duket se kemi nevojë për të marrë hua pjesët e tua. Çfarë të bëj tani? Tani lidh qarkun ndihmës të Tajganderit me atë të Ginzanit. Sigurohu që gjilpërat jenë të rreshtuara. Rreshtoj gjilpërat? Kontrolloj. Vetëm një sekond, atje. Mirë, Ginzan, mundohu të lëvizësh pak. Në rregull, e harrova atë. Por, edhe ti më ndihmove. Hej, atë kujtohet kur shane luçmend fare. Sigurisht që po. Kush mund të harronte atë? Tajgander! Çfarë? Dua t'u ndihmoj. Nëse ne të dy bashkohemi, mund të përdorim shpërthimin e dragojt. Tani! Shpërthimi përgjithë dragojt! Nuk e di çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të ndihmoje ti Kinzan. Dhe falëndimës tënde, ne fituam turneun e Ligës Albatros. E she, ne jemi një ekip i madh. Nuk do të ketë asnjë problem ta marrëm gjithë këtë. Ti sigurisht që je optimist. E po duhet të jesh kur je ortak me Ryugun. Atë kam thënë ndonjëherë kur ai më mashtroi duke pirë lëng robotësh. Arinjt nuk do të kthehen më. Po, por jemi ende këtu. Shpresoja që sistemi do të ishte ndrequr deri tani. Shiko! Ma lër mua këtë. Ktheu te komanda e fillimit. Aty po shkoj. Është si të gjuash peshk në një fuqi. Pas teje! Kjo është ajo për çfarë stërvitëm. Le ta vëmë në përdorim. Hej, vazhdo gjuaj! Çdo gjë në rregull, më beso. Un po i habis ata. E she? Bukur i të roqe, tani bëj diçka! Ky ishte plani. Bukur Ginzan! E di, tani pusho dhe më lër të punoj. Ata janë shumë! Ginzan, do të na zënë në kurth! Na duhet një plan! Po, por si do na zëm? Taktika e tërheqjes! Fillimisht duhet të pastrojmë dhe të ikim nga shtegu. Vazhdoj quaj kur të drigjesh mbrapsht. Vështro Arin të majt. Kujdes, ata po të Në rrethojnë. rregull, i kapa. Tani zjarga e djathta.
rregull, ata janë duke formuar rrethin, duhet gjetur një dalje. Kuptova, nuk e kuptoj këtë. Vërtet nuk e kam menduar se kisha nevojë për një komandant. Por tani, pasi u bëra një ekip me Akirën, e realizova këtë. Padyshim do të isha fundosur pa të. Nëse nuk do të kishim drejtimin dhe planin e tij, nuk do të kishim mbijetuar. Tani është momenti të bëj detyrën time. Në rregull, Gizan, dalim prej këtij. Kuptova, komandant. Këmbimi i luftëtarit. Dil për balmeje. Mos më bëj të flas dy herë. Ata su dorëzokan ndonjëherë? Kam një mendim. Ti drejtojmë për nga shkëmbin poshtë. E gjete? Kjo është o krijesa me qime. Tani vetëm ndiqni mua. Shpresoj të funksionoj. Eja, forca! Zeu! Oh! Ke gati, Gizan? Gati! Tani! Sa më pëlqen të shpije në kund. Tani jepi fund. As gjë tjetër nuk më jep më shumë kënaqësi. Këmbimi i luftëtarit. I shfarose të gjithë. Më në fund. Duket sikur ata po rregullojnë programin. Ju lumt! Po e mori shumë kohë. Çfarë? Do të shpjegoj, por më mirë hani diçka. Prit pak. Do të thuash që ishte mos funksionimi i programit? Po, doktoresh Bridget na e shpjegoi. Ajo ju ka testuar ju në një situatë reale. Atëherë dhe ky ushqim do të jetë një trill tjetër. Pra nuk duhet të zemërohem, ëh? Nuk mendoj se do të bënte punë. Si thua? Mirë, kjo është e mirë. Por prap, kaq të sigurt ishi se nuk do të na kishin vrarë? E po kam mënyrat e mia për t'ju shpëtuar jetën. Çfarë më thua, Akira? A jeni gati për të filluar seancën tjetër stërvitore? A ke ndonjë top kick? Mirë, ja ku jemi sërish. Daigander, dua t'u shkosh pas atyre me gjithë fuqin. Ginzan, mos harro të mbrohesh pasi ta sulmosh atë. 3, 2, 1, robotët luftëtar. Luftoni! Tani, shpejt Daigander, shpatën e dragoj. Mbaj mend, mos jep shans të sulmoj. Si urdhëron komandant? Tani shmangu! Është i fortë. Po e di, vetëm vazhdo të sulmosh. Nëse nuk ju ndalojmë ne në fillim. Daigander, sulmoje me njëherë. Nuk kam parë ndokon të luftoj kaq shumë, por ata po bëjnë një ndeshje të barabartë sa që asnjë nuk mund të kalojë në avantazh. Për këtë të bëj tifo. Oh, dua që njëri prej tyre të fitojë, jo të humbasin të dy. Po thuaj se e kape, mos ndalo tani. Po vepron mirë, kështu vazhdo. Në rregull, tani është koha të përdorur shtopin e dragoj. Mos u shqetëso, Ginzan, zjarrit përgjigju me zjarr. Wow, nuk e di çfarë ndodhi. Kontrollohet numri i pikëve të gjuajtjeve. Kështu prapo ikën, Ginzan? Po, por do të kthehem sa të bëhem një robot më i fuqishëm, mos u shqetëso. Po pse do të shqetësohemi? Dhe kur të jem, do të luftojmë së bashku, Akira. Me të vërtet? Po, sigurisht. Ti tani je komandanti im. Në rregull! Do të shihemi së shpejti. Dhe faleminderit doktoresh Bridget që më hapi syt. Je i mirë pritur, mirupafshim Ginzan. Si thoni, a do t'ishte mirë ta kishim dhe Ginzanin në ekip? Sa mirë do t'ishte, fantastike fare mendoj. Po, në rregull. I ke rënë të Akira. Po them që Ginzan do t'ishte i nevojshëm për ekipin. Është e vërtetë. 100 euro ta e përsërisësh? Po, mendimin e ti do të fitojmë rripin prej Titani. Do të doja të t'jepja unë një rri. Ryugu. Thjesht do doja.